Rreziqet, siç e përmenda edhe më parë, si çdo ndërhyrje kirurgjikale e cila bëhet me anestezi të plotë. Sigurisht anestezia gjenerale ka ato rreziqet që janë të njohura, por për fat të mirë tashmë mjekësia ka evoluar dhe nuk kemi më pasoja për shkak të anestezisë gjenerale, por pasojat që lidhen apo rreziqet që lidhen me rinoplastikën janë hemoragjia ose infeksioni, që janë të pranishme në çdo ndërhyrje tjetër. Në rastin e infeksionit neve përdorim antibiotikoterapi. Antibiotiku merret që ditën e ndërhyrjes, pra për profilaksi dhe vazhdohet disa ditë më pas, ndërsa për hemorragjin vendosim tampona në hund, të cilët mund të jenë silikoni me tubajrimi, mund të jenë me garsë lubrifikuar me parafin, me acid hyaluronik, dhe për 2-3 ditë mendohet se është kryer hemostaza dhe probabiliteti që të ketë hemorragji zvoglohet shumë. Pastaj, sigurisht që mund të ndodhin komplikacione, por për fat të mirë janë shumë të pakta, pra ka një incidencë shumë të ulët dhe kjo nuk duhet të përbëj frikë për pacientin.